Primitivizëm politik, egërsi politike, me indinjat i hedh poshtë të gjitha gënjeshtrat dhe manipulimet, të cilat tani më po bëhen serioze, tha kryetari gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski, duke ju përgjigjur BDI-s, e cila sot hodhi hije dyshimi ndaj gjykatës kushtetuese si pjesë e një zinxhiri të orkestruar politik për të shfuqizuar ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe me këtë të krijohen tensione ndëretnike dhe hapjen e plagëve të së kaluarës. Prej nga e din se si do të jetë vendimi i gjykatës, çfarë nëse gjykata thot se nuk ka asnjë problem me ligjin, a do të kërkojnë falje? Këto janë manipulime dhe gënjeshtra të rrezikshme, patjetër të mësohen me kulturën politike, nuk do të na gjunjëzoj asnjë ndërhyrje. Marrëveshja e Ohrit është pjesë e kushtetutës, tha Darko Konstantinovski, kryetari i gjykatës kushtetuese. Ndryshe, sot në 4 vjetorin e miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, BDI-ja nëpërmjet një komunikate theksoi se tentativa për të kontestuar ligjin për përdorimin e gjuhëve është me qëllim të kontestimit të marrëveshjes së Ohrit dhe rendit kushtetues. Përpjekjet për të vënë në pikpyetje kushtetutshmërinë e këtij ligji nuk janë asgjë tjetër veç se një sulm ndaj vetë themeleve të bashkëtesës dhe orientimit euroatlantik të vendit. Çdo tentativë për të kontestuar ligjin e gjuhës është një tentativë për të kontestuar marrëveshjen e Ohrit dhe vetë rendin kushtetues të Maqedonisë së Veriut, than nga BDI. Ndërkaq, lidhur me paralajmërimet e BDI-s se do të parashtroj interpelanca për tërë përbërjen e gjykatës kushtetuese, kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Konstantinovski u prononcua me qëndrim se askush në shtet nuk ka më shumë të drejta se ato që i jep kushtetuta dhe secili është i detyruar ta respektojë kushtetutën, duke përfshirë edhe kuvendin. Lidhur me interpelancat e antarëve të Këshillit Gjyqësor, ai tha se garancat kushtetuese për pavarësinë e Këshillit Gjyqësor janë garanca shumë të rëndësishme.